Apo jo, por jo vetëm, do të bisedojmë me zotin Xhaviz Shala, ekspert për çështjet e sigurisë. Profesor, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Ne sapo ndoqëm reagimet nga Amerika, por edhe nga Irani, mbi të gjithë atë që kanë një të përbashkët orët e fundit të pragut të një marrëveshje. Jemi afër dhe çfarë po i ndan palët në analizën tuaj? Palët është rënda, ose po thuaj që kanë arritur në dakursi rreth 90-95%. Po vallë mos ky 5% që është pjesa më themra e akilit. Më themra e akilit, kjo është. Megjithatë, derisa të dyja palët po thon edhe pala amerikane por edhe pala iraniane po thonë që jemi shumë afër, bile pala amerikane është më optimiste se nuk kemi qenë asnjëherë kaq afër marrëveshjes. Por mu më duket se janë disa zhvillime shumë interesante. Domethënë të dy palët duket po lëshojnë pak terren njëra tjetër, sepse ndryshe nuk mund të arrihet marrëveshje, domethënë. Dhe synimi tashmë duket që është që edhe pjesa për programin bërthamor do të futet në paketën e parë të bisedimit, sepse iranianët me atë mënyrën e tyre të negociuarit doshin ta shyshin në fund si levë për ta rritur në fund fare. Pra ajo ishte një leva fundit që ata do të kërkonin të luanin në negociata. Dhe tashmë ata kanë rënë paktën me sa informacione është konsumuar apo ka dalë në media që Shtetet e Bashkuara Irani do të lirojë ngushticën e Hormuzit. Sa do ta lirojnë, aq do ta lirojnë edhe amerikanët furnizimet apo frekuentimet e porteve iraniane. Pra më themi një armbushim gati 60 ditor. Kjo diskutohet pastaj, pra këtu kemi që presioni njërës palë me tjetër do të rakordohet që këta do ta heqin për ngushticën e Hormuzit, amerikanët do ta heqin për Iranin. Dhe njëkohësisht është rënë dakord të bisedohet për programin bërthamor, paqësor, siç thonë ata. Dhe ndërkohë iranianët thonë që tashmë ne të bie dakord për një po e them një roadmap, një diçka që duhet diskutohet në parim. Pra për një protokoll, çfarë emri mund të marrë ajo dhe t'i lihet hapësirë pastaj për 60 ditë zgjatje së armpushimit, le ta themi. Zgjatja e armpushimit, po edhe për 60 ditë duhet përfundojnë negociatat. Sidomos edhe për pjesën bërthamore. Zhvillimet gjithashtu janë interesante sepse unë shoh që ka një ndryshim strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku është ndryshimi në analizën tuaj? Ka një rritje të sigurisë në aspektin, domethënë, bile presidenti Trump porositi negociatorët që mos ngulmonin që të firmosin sa më përpara. Pra t'i lejmë kohë të dyre palëve, ndërkohë që pra amerikanët po e ndjejnë tashmë që e kanë rritur presionin. Edhe Iraku Irani po bën lëshime dhe duket pala negociatore po mbizotërohet nga krahu më liberal, më i zbutur, po e themi, jo liberal, se është fjalë e madhe, më thonë po më i zbutur. Tash çfarë konstatoj unë tek amerikanët? Në analizën time del që njëherë presidenti Trump tashmë është i vendosur të bëjë një marrëveshje më të fortë se ajo e vitit 2015, sepse nëse do arrijë në atë marrëveshje nuk ka asnjë lloj justifikimi, lufta dhe shpenzime të mëdha dhe çfarë ndodhi dhe humbje në ekonominë botërore, humbje në ekonominë amerikane, gjithçka. Pra synimi në këtë rast është të arrijë një marrëveshje dhe për këtë mund t'i bësh një analizë krahasuese marrëveshjes 2015 me draftin që po diskutohet. Çfarë është më e mira në analizën tuaj 2015 shkoj që është rrit 2026? Në 2015-ën ajo marrëveshje që unë nënshkruaj, ajo marrëveshje ka në këndvështrimin tim ka këto meta, ka patur këto meta. Pavarësisht se në atë kohë ajo unë nënshkrua, po ka pasur në analizën e sotme dalin këto meta. E para që ajo ka qenë me efat të caktuar. Dhe më thanë, reduktimi i programit bërthamor, reduktimi i centrifugave dhe kontrolli, inspektimet e tjera, kanë një afat 10-15 vjeçar. Pra nuk e shuajnë për gjithmonë programin bërthamor. E para. E dyta, ata nuk kanë folur asnjëherë, nuk kanë folur për programin raketor. Pra kjo
çështje nuk ka qenë në dokumentin e 2015-s. Tjetër nuk është folur fare për proksit e Iranit. Kishte Hezbollahu, po i ka pasur herët këta proksit, nuk është i bëni pas 2015-s. Pra këto kanë qenë. Tash çfarë synojnë amerikanët? Amerikanët synojnë që këto të diskutohen të gjitha. Pra marrëveshja e re, bile në strategjinë e Trumpit duket që marrëveshja e re nuk synohet punë centrifugash, punë mbushësh apo pluri bërthamor. Amerikanët tashmë duket kanë një synim më të largët, kanë një synim për një sistem të ri sigurie në linjën e mesme. Pra një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ku të përfshihen këtu edhe të përfshihen bile a ka mundësi ta përfshihen edhe Iranin dhe Izraelin. Jo me kot doli në media njoftim që presidenti Trump ju telefonoi këtyre liderëve të vendeve të gjerë dhe ju tha që duhet jeni të gatshëm për ta zgjuar marrëveshjen e Abrahamit. Pra që ka të bëjë me pranimin e shtetit të Izraelit. Pra presidenti Trump po synon tashmë që këta të përfshihen pothuajse në këtë marrëveshje. Pra tjetë diçka më gjerë se sa ato janë çështje teknike, pastaj kjo çështje e plurit bërthamor, ajo mund të jetë zgjidhje, me sa duket po dakurcohet ajo që të hollohet apo të reduktohet pasurimi një, po gjendja asaj aktuale 420-430 kg që janë pasuruar deri në 60%, ajo që u diskutuar që të themi të nxirret nga Irani apo jo. Duket se nuk po bie dakord me këtë, po ata ideja është të hollohet, pra të çpasurohet, po themi, ose si po themi të varfërohet, të gjejmë një fjalë më të saktë, domethënë të varfërohet që ata mos e lënë të dalë. Këtu problemi është se në këtë marrëveshje e re këta duan të sjellin shumë mënyra se si do të realizohet dhe se si do kontrollohet. Pra mbikëqyrja, ajo që ka qenë problematike e marrëveshjes së 2015-s. Ka qenë mbikëqyrje dhe në atë kohë ajo Izraelit bile pretendonin që ata e kanë shkel marrëveshjen me kohë, domethënë, para se presidenti Trump të hiqte dorë nga ajo, të largohej dokument. Pra duket sikur ka një besim në rritjet e presidentit Trump për të gjetur një zgjidhje të kësaj natyre dhe kjo është diçka shumë rëndësishme. Me thënë drejtën, kjo do ta shpëtoj nderin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme. Nëse gjendet një zgjidhje e tillë, pra që kjo të jetë mos jetë thjesht një marrëveshje bërthamore, marrëveshje siç është diskutuar, po të kalojnë në një sistem sigurie pra një sistem të ri sigurie, sistem të ri sigurisë rajonale, po e themi, është shumë e rëndësishme. Nëse do arrit kjo, presidenti Trump përfundimisht pastaj ja hodhi situatës dhe pastaj mund të themi se kush është fituesi i kësaj lufte. Dalën dy palët, po presidenti Trump ka të gjithë drejtën e Zotit, pastaj ta shesi që ka bërë marrëveshje shumë të mirë, linjën e mesme po e bën më të sigurt, Izraelin po e bën më të sigurt, sepse po shtohet numri i shteteve që do ta pranojnë me këtë marrëveshjen e Abrahamit, bile në prapavit duket sikur do të gjendet një mekanizëm që edhe Irani dhe Izraeli të gjendet një formulim i tillë që jo për ta njohur njëri tjetrin, po të garantojnë sigurinë e njëri tjetrit, pra mos të sulmojnë njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e madhe, është shumë e rëndësishme, sidomos për Izraelin kjo. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje mendohet që të përfshihet edhe pushimi i luftës në gjitha frontet. Edhe atë që ka hapur Izraeli në Liban. Por izraelitët këtu janë shumë të shqetësuar dhe ata kanë bërë vazhdimisht biseda telefonike edhe me presidentin. Të shqetësuar apo të pakënaqur nëse shkohet? Po e them të shqetësuar, sepse edhe ata ngulin kam që dhe ka gjasa që do bëhet si thon ata, domethënë sepse ata sabotojnë marrëveshjen pastaj. Do të shënohet që do të përfshihen në marrëveshje që ata nëse kërcënohen do kundërveprojnë. Pra kjo është e rëndësishme. Pra në dokument do të jetë fjalia që nëse kërcënohet Izraeli do ketë gjithmonë të drejtën pra nëse rrezikohet të sulmohet, të mbrohet. Kjo është e rëndësishme për Izraelin. Një tjetër çfarë parashikohet e veçantë në këto marrëveshje, parashikohen që do jenë aq koncize dhe aq të sakta gjërat që mos më lënë ekuivoke dhe në mënyrë të tillë që nëse nuk ndodh kjo, atë rikthehen sanksionet, pra mos mlidhemi përsëri të shohim çfarë do bëjmë, po pra nëse nuk zbatohet kjo do hyjnë në fuqi më njëherë sanksionet. Është shumë e rëndësishme të ndiqet kjo linjë që po përpiqet presidenti Trump tashmë për një sistem të ri të sigurisë rajonale në linjën e mesme. Kjo pastaj do ta nxirrte fitimtar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të dilte Izraeli, Irani do të dilte, ke parasysh si
si një humse e luftës, po me mundësi integrimi. Edhe një dhënje dore. Edhe një dore, sepse në këndveshnimin tim bëhet mirë të trajtohet kështu, sepse shiko, një nga gabimet më të mëdha në luftën e parë botërore ishte që u synua me ato marrëveshjet kapitulluese që u shkuan, u synua të pushtrohej humsi. Dhe çfarë bëre? Ai humsi brenda 20 vjetëve u kthy në sulmues. E vërtet. Dhe në atë që ju thatë që në nisje, profesor, që të dyja palët po lëshojnë për të arritur këtë marrëveshje, kemi dhe lëshim edhe tek qëllimi apo synimi i parë fillestar i sulmeve në Iran, ndryshimin e regjimit ajatollave. Unë mendoj që ndryshimi i regjimit vazhdon do të jetë kërcënim nëse nuk bëhet ky 5%. Por nuk besoj se marrëveshja me ata po negociohet. Po pra, kështu që ajo pastaj ndryshimi i regjimit i kalon për kompetencë iranianëve, edhe ata mund ta bëjnë sepse do të normalisht që do ngrihen, normalisht atje ka papunësi, ka inflacion, janë ngoditur nga bombardimet, janë ngoditur fabrika, uzina, gjithë dhe është një problem shumë i madh që ata dinë se si do ballafaqohen me popullin e tyre. Por nuk mendoj që në këtë fazë do të jetë synimi për përmbysjen e regjimit. Nëse këto ecin kështu këto bisedime, optimizëm nga të dy palët, dhe sidomos unë ngulkam shumë të synimi amerikan për një sistem të ri sigurie që t'jenë këta fitimtarët, pra të fitojnë vendet e gjirit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ruajë reputacionin dhe rolin e tij në linjën mesme, Irani të mos ketë aftësinë për të projektuar fuqi në rajonin e linjës mesme dhe të diskutohet edhe programi raketor i Iranit. Shiko, programi raketor është unë e kam shprehur këtu në studio bashk, kam thënë që nuk është synimi, loja bëhet me programin bërthamor, se ata dinë që nuk do të arrijnë dot të prodhojnë bombë atomike, por gjithë problemi është që këta të kenë lirinë në programin raketor. Programi raketor ju lejon atyre që të projektojnë fuqinë në gjithë linjën e mesme dhe nëse ata arrijnë të prodhojnë edhe raketa me rrezet gjatë, atëherë ata kanë synime edhe mund godasin Europën, apo edhe më gjerë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç bërë. Shiko, po ta marrësh zhvillimet, duket një paralele midis këtyre zhvillimeve dhe Koreas së Veriut. U synuan atë Trumpi parë, tha do ta shuaj, do ta bëj, ne ke parasysh deklaratat që atë kohë shkoi u taku atje në kufirin atje. Dhe si shkoi puna, Korea e Veriut sot është fuqi bërthamore, është violin në zonë atje, në aspektin ju dikton tjerve, në aspektin përpiqet të marrë pjesë në konfliktet për krah aleatëve, siç ndihmoi Rusin në rastin e Kurskut. Ata nuk hynë në Ukrainë, sepse nuk duan të përfshishin deri në këtë, edhe rusët vetë nuk duan po e ndihmuan, domethënë për çlirimin e Rusisë, po e themi, sepse nëse do hyshin në Ukrainë, atëherë do legjitimoj edhe përfshirje e trupave të NATO-s për krah Ukrainës. Po, megjithëse përmendet Korenë e Veriut, pas vizitës që pati Donald Trump, me sa duket Kina duket se do të jetë edhe ndërmjetësja për një takim të mundshëm të Kim Jong-unut me Donald Trump, të paktën kështu u tha pas vizitës presidentit amerikan që i është kërkuar Xi Jinpingut të negociojë. Është shumë e mundur, ka një gjë, presidenti Trump ka një simpati për liderit e fuqishëm. Ka shpreh hapur ai. Ka simpati për liderit e fuqishëm. Sot nuk po diskutohet më demokraci liberale, regjim autoritar, sot po diskutohet e para është siguria. Pra, si të jepet siguri më shumë në nivel rajonal, në nivel ndërkombëtar dhe si fuqit të arrijnë qëllimet e tyre. Ne shohim një Kinë tashmë që po bëhet meka në thojza e leadershipit botror. Ku po falen të gjithë liderët. Të gjithë liderët. Dhe kjo përfundimisht Kina tashmë e deklaroi vetë presidenti Trump që ne jemi dy superfuqi, jemi ne dhe Kina, dhe ai e pranoi që Kina është ngjitur tashmë në piedestal. Pra, në piedestal tash jemi dy apo jemi tre, e rëndësishme që Kina është. Jemi dy është Shqiponia bardhë që presupozon Amerikën dhe dragoi kuq Kinën. Pastaj se si do i ndajnë zonën ku do fluturojnë është problem tjetër. Për sa kohë ata që arrin të i ndajnë e të respektojnë, nuk do ketë paqe. Për sa kohë pastaj që ata do fillojnë të mendojnë që ja marrin njëri tjetrit këtë zonë, këtë copqiell për të fluturuar, atëherë pastaj do jenë probleme. Ja, dhe pak sekonda tek marrëveshja e mundshme mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse
marrëveshja firmose, ajo do quhet deklarata Islamabadit, pra kryeqytetit të Pakistanit, vendi që po negocion dhe po përpiqet për një marrëveshje prej javësh mes palëve, por më bie në sy detaj që nuk do të firmoset fizikisht nga delegacionet amerikane dhe iraniane, pra do të hyjë në fuqi në momentin e dakordësimit direkt. Ka shumë mundësi Trumpi pasaj po fut në rrugën, pasaj është mjeshtër për këtë punë. Kupton ti për PR-in për ato, pasaj është mjeshtër, puna është të shkohet deri tek dakordësia, sepse mund bëhet një formati, një konferencë sigurie për linjën e mesme. Pra të marrë format tjetër. Apo ashtu siç e bëri me çështjen e bordit të paqes për Gazën. Pra pastaj i ka merak vetaj, po gjithë problemi është si të arriti bindit, të dali nga kjo hulli ku është dhe pastaj ato tjerat janë gjëra që janë teknikalitete që merren pastaj edhe ekspertët. Kryesorja është të palet pra të jepet mesazhi që gjiri i Hormuzit është i hapur. Kjo do ndikojë në ekonominë botërore, do të ndikojë edhe tek xhepat tanë, kë makina jonë, në xhepat e amerikanëve, kudo do të ndikojë. Dhe kjo është e rëndësishme, pastaj ato probleme tjera do të zgjidhen dhe nuk do ketë një krizë të projektuar të afërt, nuk do ketë një krizë të afërt të projektuar. Është vërtet. Nëse amerikanët e zgjidhin kështu siç po pretendohet ky plan tashmë i presidentit Trump, pra për një sistem të ri sigurie në linjën e mesme, atëherë do të vazhdojë Amerika të jetë prezent, domethënë si garantuese sigurisë, ndërkohë që do synohet edhe integrimi i Iranit, duke i dhënë ato mundësinë Iranit edhe për shitjet e naftës, për zhbllokimin e fondeve. Pra, parimi sipas atyre do të jetë sa të lëshosh do fitosh. Sa do lëshosh nga ato, aq do fitoj nga këto. Profesor, ju besoni që ka ende në dorë lideri suprem Mujtaba Khamenei, për cilin flitet që ndodhet i izoluar në një vend që edhe komunikimi me njerëzit nga Teherani që komunikojnë për dokumentin final po e vonon këtë firmosje, apo e ka garda revolucionare më shumë se lideri suprem? Tash informacionet e inteligjencës janë që lideri suprem po është përfshi në vendimarrje, pavarësisht se ajo fazë duket se kaloi ajo fazë e parë që ky ishte në gjendje jo të mirë, dhe janë masat e rrepta sigurie që merren në tilla raste për të kaluar qoftë edhe posa thjesht tek lideri suprem. Po tregoj vetëm një shembull nga, domethënë, për identifikimin se ku strehoi Bin Ladeni, u përdor gjurmimi i kurrierit që çonte postën, edhe që merrte postën. Pra u gjurmua edhe iranianët janë shumë të kujdesshëm këtë fushë dhe as njerëzit e besuar nuk i lejojnë, por domethënë pranej vonon përgjigja. Edhe presidenti Trump përdor këtë që domethënë është justifikuar sa gjend mekanizmat që të shkojë të bëj dakordsohet bile ka informacione që ai është dakordsuar me një kornizë. Në një kornizë të paqes është dakordsuar, po pastaj gjërat do gjithë puna është të kalohet, domethënë shpresojmë që të kalohet edhe ky 5%, sepse nganjëherë në fund bihet për pak gjë. E vërtet. Si tha, prishet për i kokërvez dasma. Profesor, ne kemi qenë bashkë dhe kemi ndjekur të gjitha zhvillimet që nga 28 shkurti kur nisën bombardimet amerikane dhe izraelite në Iran dhe deri sot që flasim. Mendoni që kjo që po negociohet, ky draft, kjo marrëveshje, ka qenë strategji e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që në fillim apo në bazë të zhvillimeve po shkohet këtu te kjo që ne po analizojmë së bashku sot? Unë mendoj që synimet kanë qenë të tjera në fillim, domethënë unë mendoj që do ketë një zgjidhje shumë shpejt. Volë të kujtoj diçka që ngushtica e Hormuzit nuk ka qenë diskutuar fare, nuk ka qenë asnjë. U kthye në çështje mbas nisjes bombardimeve. Po çështje kryesore tashmë. Po ta shohësh, ajo që po synohet sot është ju hapni ngushticën e Hormuzit, ne hapim ngushticën e Hormuzit për ju. Domethënë amerikanët hapin për iranianët dhe iranianët hapin për anijet e tregtare. Pra doli ngushtica e Hormuzit tashmë si çështje kryesore. Këto nuk ka qenë parashikuar fare. Dhe këto janë probleme pastaj në analizat që do bëhen janë përgjegjësi atyre kur të mbyllet konflikti. Kur mbyllet kjo punë, po kryesore është nëse ajo pastaj justifikohen gjitha, sepse edhe objektivat është çmenduri të rrish dhe është mungesë kulture strategjike që
të ngulësh kamp për të arritur objektivat maksimalist kur e shef që gjënja ka ndryshuar. Ti do shohësh nëse mund të lëvizësh objektive ose përndryshe duhet heqësh dorë, sepse pastaj e zhyt vendin gjithmonë më keq. Dhe kjo po duket tashmë nëse presidenti Trump arrin ta tekalojë këtë situatë që është mjaft të vështirë, ai është ndodhur para zgjidhjeve mjaft të vështira, po nëse ai arrin që ta paraqesi si një sistem të ri sigurie për linjen e mesme do të jetë një arritje e përkryer për Amerikën. E vërtet, ne biseduam dje se me gjas pritej 10 firmosej, sepse kemi dha diferencën tonë të orëve me Amerikën. Edhe sot tham do ta kemi dokumentin e firmosur dhe do ishim më konkret për analizën tonë, por jeni shpresë plot se zhvillimet mund të jenë ditore, nuk mund të shtyen më me javë për të arritur një dokument final marrëveshje apo jo? Besoj që presidenti Trump fakti që u dha këtë porosi natyre që mos u ngutni, domethënë po e kupton që këta po lëshojnë dhe kanë arsye që po lëshojnë. Pra ndodhen në një pozicion të vështirë dhe kjo është nanëm. Po, pikërisht pra lësho prano. Po lëshove do pranosh ndihma, do marrëveshje e parimit, kjo do të jetë. Por mos harrojmë se ishte llogari ndryshe, ishte llogari që do binte regjimi diktatoror, do binte kjo, do binte ajo, gjërat ndryshuan, gjithsesi nëse do marrë një rrugë zgjidhje prap mirësh do jetë edhe kjo. Sepse do krijohet një sistem i ri sigurie, domethënë do përfshijë edhe Iranin, do jetë gjë mirë ta përfshijë edhe Iranin. Pra do të nxjerrin mësime edhe nga lufta e parë botërore dhe nga lufta e dytë botërore. Se këto strategët për këtë punë janë. Pra nëse përfshihet edhe Irani, atëherë mundësia për konflikte do të jetë më vogël. Minimale. Do të jetë minimale. Ka të pakënaqur nga këta aktorët e mëdhenj global që po dëgjojnë që Irani SBA janë afër paktit, në analizën tuaj? Edhe pse mund të flasim dhe duan marrëveshje dhe nga këta me zemër të ngrirë janë izraelitët, të themi të vërtetën, pavarësisht se ata e kanë qenë përfshirë në konflikt. Por ata kur vjen puna ata luajnë për hesap vet, domethënë kurse presidenti Trump besoj se është i kujdesshëm që ata edhe mund të prishin marrëveshje, sepse nëse ata do ndërmarrin një sulm, po e themi kur është dakurcuar dokumenti ose kur është duke u dakurcuar ose nëse mund të organizojë 1-2 atentate ose goditje leadershipi, atëherë hidhet në erë gjithçka, kupton? Kështu që ai me këtë, por Izraeli duhet ta kuptojë që rast më të mirë që Izraeli të investojë në mënyrë afatgjatë për paqen duke shfrytzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ketë asnjëherë më. Se do ketë më një Trump tjetër që do bëjë këto që bëri për Izraelin. Kështu që edhe ata duhet ta bëjnë një vlerësim situatë dhe duhet pajtohen me këtë gjendje. Ata mund ngulin këmbë ka ajo pjesa e Hezbollahve, por Hezbollah nuk ka se Hezbollah i komandon Irani. Nëse Irani thot stop, puna është të bindesh Iranin. Nëse Irani thot stop, Hezbollah stop do bëjnë. I gjithë trekëndshi i tyre jashtë Teheranit. Profesor, të shikojmë se si do të shkojnë zhvillimet në orën në vijim, por meqense jemi bashkë, padyshim nuk mund të rrim pa prekur edhe atë që po ndodh në vitin e 5 mes Rusisë dhe Ukrainës. Janë intensifikuar në fakt në ditët e fundit sulmet edhe mbi Kiev, edhe mbi Ukrainë. Jo më larg se në fundjavë në Shënjestër ishte edhe kompleksi i atij ku ndodhen në Kiev edhe ambasadat mes tyre edhe banesa e ambasadorit të Shqipërisë në Ukrainë. Strategji e re kjo që po bën Rusia apo çfarë? Rusia unë mendoj që mund të jenë edhe përpëlitjet e fundit këto për Rusinë. Ai do të përdorë edhe një valë sulmesh tjera, bile ka filluar, është hera e tretë që po përdorin oreshnikun dhe hera e parë që po e përdorin në rrethinat e Kievit. Nuk është përdorur ndonjëherë në 4 vite e pak luftë. Nuk është përdorur. Dhe të duket pak e çuditshme se ai vet para 9 majit, siç duket desh koncesion që kishte garanci për festimet e 9 majit. E hodhi idenë që mund të kemi paqe, mund të edhe kjo tregon edhe një jo sjelljen e një burri shteti. Domethënë ti servilosesh para 9 majit dhe nxjerr dhëmët pas 9 majit. Pas 9 majit tregon në fakt që nuk je lider. Apo i shfrytëzon, apo kjo mund të jetë edhe pjesë kulturës strategjike ruse, që ata i shfrytëzojnë, marrojnë punë dhe marrojnë hallën e tyre dhe fillojnë goditje. Po Ukraina nuk është më Ukraina.
Nuk është me Ukraina e fillimit të luftës. Ukraina nuk është me Ukraina ku priste me dur hap çfarë do i bjerë NATO, çfarë do i bjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata furnizimet kryesore tashmë po i përdojnë vetë. Normalisht aty një rol të jashtëzakonshëm po luani inovacioni. Dhe ata janë inovacioni i tyre është shembull në botë. Sot, jo, edhe po përballon sulmet dhe po realizon sulmen në thellësi. Kjo Ukrainë sot i bëri që edhe populli rus në pikat të larga ta ndjej luftën, që ka qenë strategji e Putinit që shiko, lufta po bëhet në zonën që ne kemi pushtuar, ka 20%, 19%, dhe populli rus është i qetë, ndërmarrjet zhvillohen normalisht, ekonomia është normalisht, tashmë nuk ka, ata po sulmohen rafinerit sa në detin e Finlandës, në gjiun e Finlandës, sa në detin e Zi, pra në pika shumë të largta, dhe kjo e bëri që ai luksi që mendoi Putini se do të arrinte me krizën në Iran, pra me rritjen e çmimeve, nuk është se ju gëzu shumë, sepse nuk e la Ukraina. Ishte një periudhë shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër, jo, nuk e la dhe Ukraina se u goditën shumë rafineri dhe bëhet fjalë që edhe që këta janë të përgatitur për të goditur edhe më në thellësi, pra se kanë prodhuar armatim. Normalisht nuk pretendohet që Ukraina tashmë do kërkojë kthim territorësh. Domethënë do realizojë. Kursorja është deri tashmë që Ukraina nuk është humbse dhe Rusia nuk është fituese. Pastaj gjëra tjera do t'i lihen kohës, do duket, domethënë këtu Rusia nëse ka marrë disa kilometra në ditë, tashmë nuk po merr fare, bile edhe ka humbur. Dhe ata po godasin për hakmarrje, po godasin në thellësi. Besoj se edhe Ukrainës do t'i përgjigjen këtyre sulmeve që kanë bërë ata, do t'i përgjigjen. Për sa i përket ajo me ambasadën tonë, ata kanë njëherë kjo me rezidencën e ambasadorit në bazë të konventës së marrëdhënieve diplomatike të konventës Vienës, si rezidenca dhe ambasada kanë të njëjtën status sigurie, pak a shumë, dhe shtetet në bazë kësaj konvente janë të detyruar edhe në kohë të lufte ta respektojnë, pra jo vetëm dhe këtu përgjegjësi të madhe ka shteti që është shteti i pritës, por në këtë rast shteti i pritës është luftë. Është luftë. Unë kam shprehur edhe diku tjetër që në këndvështrimin tim Shqipëria duhet lundë më fort. Çfarë mund të bënte Shqipëria? Shqipëria mund bënte për ta sensibilizuar akoma më tepër shoqërinë që nuk ka dëm njerëz, kjo është shumë e rëndësishme, por nuk duhet të kthehet në normalitet sulmi i misioneve diplomatike të vendeve anëtare të NATO-s nga ana e Rusisë. Kjo është e pafalshme, sepse nëse se mund të shkonim përtej ne që të kërkonim për shembull edhe aktivizimin e Nenit 5. Jo Nenit 5, Nenit 4. Nenit 4 është kur ti thret konsultime, pra për kërcenimet e sigurisë. Dhe këto janë kërcenime evidente. Pra, ata ka dhënë mesazhin nëpërmjet goditjes së trupit diplomatik. Dhe ti ke në një farë mënyrë mund të merresh si reagim për politikën që ka ndjek shteti shqiptar duke qenë mbështetëse hapur e Ukrainës. Në këto 4 vite e gjysmë. Pra ai veproi në këtë mënyrë dhe mund të thirret Neni 4. Pra, ti referohet Nenit 4 mund të mbledhen për konsultime. Këtë ka kërkuar Turqia kur ka pas konflikt në Siri, jo vetë, pra pa u cënuar, sepse Neni 4 duket sikur nëse cënohet për territori një shteti, ka dhe pika tjera që thotë, që nuk bëhet fjalë për që përfshin edhe seli diplomatike jashtë vendit apo si? Nëse perceptohet si siguri, si kërcenim për sigurinë. Pra mund të jetë atje, po mund të jetë këtu, mund të jetë atje. Pra, këte kanë bërë, edhe u sulmua, për shembull, nga Rusia, u sulmua Ukraina, shtetet që ishin në kufi, shtetet baltike, Polonia e tjerë kërkuan organizimin e takimit të referuar Nenit 4, pse ndjenin kërcenim. Kështu që edhe Shqipëria duhet ta bënte. Unë nuk mendoj që ata presin t'japim ne mendim sepse kanë ekspertë të tyre, por që do ishe edhe kjo çfarë do bënte, do rrisë akoma trusninë e NATO-s më tepër, trusninë e perëndimit ndaj sjelljeve të tilla, pra edhe në nivel diplomatik, se kjo kështu funksionon pastaj, se lufta nuk bëhet vetëm në mënyrë kinetike, po bëhet edhe me deklarata, bëhet edhe me veprime diplomatike konkrete. E vërtet, dhe për fund, profesor, me qënë se jemi të kjo loja e madhe geopolitike,
ishte Donald Trump në Kinë, ishte Vladimir Putin në Kinë, ka shkuar Aleksandr Vučić në këto orë që ne flasim. Ama kjo Aleksandrit është se ai para se të shkonte ja 3 javë përpara tha Xipingu do presi tër burra shtetit, tha, domethënë do presi 2 presidentë dhe mu. Kjo është delirimet e tij. Delirim, po i treti në radhën që shkon. Po më ashtu ka qenë pjesë e agjendave që kanë qenë planifikime. Dhe ka shkuar disa herë, shpesh herë për vizitë në Kinë. Nuk e di sa vizita mund të jenë bërë. Dodiku ka bë 3 herë më shumë vizita se ky. Në Kinë. Jo në Kinë, në Rusi. Dodiku, që themi që ky është pjesë ndjek politika të ruse, domethënë, Dodiku ka bërë 3 herë më shumë vizita dhe takime me Putinin 3 herë më shumë. Kështu që në një farë mënyre Vučići përpiqet që në situatën në cilën ndodhet, pra u reaktivizuan përsëri protestat dhe ishin shumë masive në fundjavë. Pra ai po e ndjen, megjithëse ka rezultuar gjatë, rezultoi rreth 1 vit. Dhe ai që thoshim ne që vaj kandilit po mbaron, duket e ka pas rezervë të madhe vaj, domethënë, dhe në këto kushte ai synon që të paraqitet si një lider, si përpiqet të japi Serbisë një pozicion në Ballkan që ja u vin pas Putinit dhe Trumpit. Pas Putinit, por ndërkohë që në strategjitë e fundit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë në strategjinë e mbrojtjes, qoftë në strategjinë e sigurisë, janë evidentuar si kërcënime për Ballkanin, janë evidentuar ndërhyrja e Rusisë dhe e Kinës. Dhe dihet se ku ndërhyn Kina, dhe po të shohësh ka një abandonim të Serbisë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që ata u shprehen shumë entuziast pas erdhi fitoi zgjedhjet presidenti Trump, sepse kishin shumë lidhje nga serbët që ishin pjesë e fushatës së presidentit Trump. Por bile u entuziazmuan edhe nga dhënri i presidentit Trump që do bënte një biznes atje, i cili edhe aty u tërhoq, pra duket që ata kanë shkel vi në kuqe dhe nuk besoj se domethënë do të jenë në vëmendjen edhe në të sytë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të kujtoj diçka, domethënë ambasadori i ri që pritet të nominohet për në Shqipëri, është një ambasador me kapacitete ushtarake, operacionale, të inteligjencës, dhe jo me kot një ambasador i tillë caktohet në këto situata në Shqipëri. S'është i rastishme për Eric Quentin, po më thoni. Pra, nuk është e rastishme dhe Shqipëria mund të kthehet në një qendër operacionale në thojza të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në qendër inteligjence për Ballkanin Perëndimor. Nisur edhe nga strategjia e re që ka mbërritur dokumenti administratës amerikane në Kongresin. Pikërisht. Ndoshta këtë mund ta prekim në një bisedë më vete për raportet Shqipëri, Shteti Bashkuar të Amerikës dhe SBA Ballkan, profesor, kështu që unë të falenderoj që ishit me mua sot në studio dhe ndam këtë analizë. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit, unë kam kënaqësi kur vi me ju. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak drejt për drejt.